Provojmë sërish kërtapet e famshme. Këto kërtapet do jenë pak dështim, kam përshtypjen, sepse kanë shkrirë dhe kanë ngrirë sërish. Ja, shprishë fare kjo. Limoni, limoni. Më zbutur komplet. Hajde varja, që të bëjmë? Ne thamë vërtet që është ëmbëlsirë me limon, po që nga më shumë limon se sa limoni. Patjetër që s'bëri kërtap kjo tani, po që nga shumë e athët. Kush i ka qef gjërat e atha, edhe më ta pëlqej, po unë që si kam qef është shumë gjë pa lidhje. Ti e meritoni një dysh me hatër. Që shiko se ka shkrirë kjo fare. Qa është kjo mjetër? Ta provojmë tani. Nëse lloj kërtapim. Po që nga ato ka shpifura më vlla. E di se duken këto si ato akullore që janë shitur një herë në kopë, edhe ato kishin shije më të mirë se sa kjo. Duket si akull, më si akull. Po kam përshtypjen që ma ka prishur fakti që i kanë futur në ngrirje. Realisht, kështu që janë shumë të shëmtuara. Na e shpifën fare. Hajde provojmë vetë këtë fundit të papuna. Kjo që nga me lule shtrydhe. Qafsh lule shtrydhe. Lule shtrydha duket që këtë pas ka pasur shumë të mirë, që se do bënte edhe kërtapin do ishte perfekte, po te pas ka shumë më të mirë edhe me më shumë shije se sa ato tjerat. Ato tjera si llaç. Edhe pjesën e akullores, kjo lule shtrydhe pas ka shumë më të mirë. Këto tjera si akullore 200 lekë ishin. Edhe 200 se i marrin të keqen. Po kjo pas ka shije të mirë. Këto lezetin dhe kërtapi e kanë. Tani se i prisha unë, s'kam faj këto, po nejse. Me pak fjalë këto deri tani nuk ja vlen. Nuk e di ju që i keni provuar këto të Kauflandit, më thoni, ja vlen që ti marrë edhe një herë tjetër që ti provoj? Tamam direkt sa dal nga Kauflandi? Apo kot kusuri lekëve i këtyre?